Qoftë lëvduar Jesu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ndodhemi këtu në rezidencën e Peshkisë në diocezën Prizren Prishtinë, bashkë me Ipeçin e Monsinjor Dot Qerçi. Jemi në pritje të kardinalit shqiptar Ernest Troshani. Qoftë lëvduar Krishti, Monsinjor. Monsinjor, me që rast është duke ardhur kardinali shqiptar këtu në katedralën tonë? Po, jënë ty ngjarjet e njëkohshme. Në parë është fondacioni Bartolucci, i cili dëshiron të marrë një koncert në katedralën në Tarica. Dhe njëkohësisht, ky koncert është lidhur me 70 vjetorin e shugurimit mështarak të kardinal Simonit, kështu që është një moment i mirë që falenderojmë dhe ta mispresim në këtë rast në vendin tonë, në kishën tonë, në diocezën tonë, sidomos në shëgdorin në Tarica, të thonë naj ka qenë delegat i Papës Francesku në rastin e shugurimit të katedralis në vitin 2017. Monsinjor, përveç koncertit, ka me pas ndonjë aktivitet të veçantë kardinali këtu në Kosovë? Po kardinali në Kosovë ka qenë vetëm sante këtu në Kosovë, sepse vazhdon pastaj me të njëjtën ceremoni dhe të ketë një koncert në shkodër dhe të tonë, nesër dhe pas nesër, kështu që sante dhe të jemi mysafir të kryetari i komunës i cili dëshiron të ndëroj me ndërimin Lyneshën e Franë. Pastaj kthehemi në orën 6 në katedrale, do të jetë jesha në kriptë së bashku me të tjerët, edhe pas peshës në orën 7 në katedrale do të fillojë koncerti dhe festimi i 70 vjetorit të shugurimit mështarak të Ernest Simonit, kardinalit ordëtar. Monsinjor, ju si ndjeni për këtë vizitë që po na bën kardinali sot? Po, ndjehem mirë. Ndjehemi zgjuar, sigurisht, sepse jeta ime dhe kardinalit lidhet tash shumë të fara. Por në kujtoj në vitin 1991 në mars kur ishim përpara në Shqipëri, sekretari gazetar i revistës Drita, kur e shika atë sigurisht mështar i cili posa kishte dalë nga burqet e nga diktatura komuniste. E kujtoj në vitin 1994 kur unë ju bashkova kishët në Shqipëri për ndërtimin e saj, se si ai ashtu në moshën person ishte, pra edhe atëherë ishte i mushu, ai vazhdon të me një entuziazëm të një prifetëri barat me mund për mua dhe për familjet e ndryshme dhe për të i ngushtuar njerëzit sa amerikan verë të Shqipërisë. Pastaj sigurisht e kujtoj edhe në vizitën e Papa Franceskut në Shqipëri, kur e vënemi të shumë të bukur, dhe ishte një moment kur Papa u falgoj për Krishtin, kur Krishti para vërë të latë, dhe gjithë ne pastaj në te. E kujtoj edhe me malë edhe ndjemi ndërru që ai sigur kardinal shqiptar reprezentante Papa Francesku në festën tonë madhe që urimit të katedralës së Shatash. E kështu me malë, Rene Kulimanović që dhe këto bashkë sigurisht që është një gërshëtim shumë përvojave edhe një gërshëtim i ndërimit tonë për te. Monsinjor, falenderojmë edhe për kohën që gjetëm të dëgjuesit tanë edhe po presim tash kardinalin. Po, faleminderit edhe juve për punën që bani dhe i përshëndes të gjithë dëgjuesit edhe dhe Marisë, dhe i falenderoj është në rasti, ti falenderoj për mbështetjen që ju japim, sepse në mbështetjen e vizusve ju vjetoni dhe që në punën tuaj për kohë. Faleminderit shumë, Monsinjor. Faleminderit. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ne ju ftojmë kushdo që keni mundësi me u bashkëngjit në veshën e shkajtë sot në orën 18 në kriptën e katedrales, ashtu siç njoftoi edhe Monsinjori, mirë po edhe në orën 19 në koncertin që do të mbahet përndërë të 70 vjetorit të shugurimit mështarak të kardinalit shqiptar Ernest Troshani. Kudo qofshi i Zotit tonë Jesu Krishti, qoftë me ju.